Isha në një periudhë shumë të errët. Këngëtarja zbulon historinë pas këngës së re. Këngëtarja e famshme shqiptare Beberexha ka ndarë historinë personale dhe domethënien emocionale që qëndron pas këngës së saj më të re. New Religion. Artistja zbuloi se kjo këngë ka një peshë shumë të veçantë për të, duke përshkruar si një letër dashurie për muzikën. Kënga është pjesë e albumit të saj të ri, që sipas saj shënon një epokë të re në karrierën artistike. Në një rrëfim të sinqert për fansat të Rexha zbuloi se kur nisi punën për këtë projekt, po kalonte një periudhë shumë të vështirë të jetës së saj. Isha e frustruar, e zemëruar dhe shumë e dëshpëruar. Ndihesha sikur isha në një kafaz dhe pavarësisht sa fort bërtisja isha e bllokuar, nuk e dija se si do të arija të dilja prej tij. Është shprehur këngëtarja e famshme. Beberexha tregoi se në atë moment ju rikthye muzikës dance, e cila e ka ndihmuar gjithmonë të përballojë emocionet e forta. Kur basi godet në gjoks dhe ti humbet vete në muzikë, asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Pikërisht aty, u ndjeva sërish të lirë, ka thënë ajo. Sipas saj, kënga përfaqëson strehën dhe shpërthimin që muzika e ka dhënë në momentet më të vështira të jetës së saj.